me shti publikun me qesh, po shumë e vështirë, sidomos sot. Po për juve personalisht si aktor, cili zhanër nështë ju flenë më shumë? Po në dyja t'i bëj me ondje me shumë dëshirë, mirë po në komedi është ndoshta një vetëm pak më mirë, me gjithë në komedi është shumë më e vështirë me lujtë. Është e vërtetë që komedia është më e vështirë si zhanër? Normal që është më e vështirë, nuk është e lehtë. Me shti publikun me qesh, po shumë e vështirë, sidomos sot, në kohën ku po jetojmë na, me teknologjinë që ka ardhur, me teknologjinë që e kemi të përditshme që është bo, edhe është shumë e vështirë. Mirë po, unë e ndi vetën më mirë. Po dhe kam lujt në shumë pjesë, në shumë shfaqje, në shumë komedi. Flaka e Januarit është një ngjarje shumë e rëndësi për ju, apo jo? Cila qëndron historia pas flakës e Januarit? Po, flaka e Januarit ka fillu, ku folëm ma herët për atë periudhë studentore, dhe me thonë, ka fillu në ato vite. Prej disa njerëzve, disa trinjve, trejave, përveç jetës politike që ka qenë me rezistu në atë kohë, ka qenë edhe kjo pjesë, do me thonë edhe pjesa artistike. Edhe ka fillu si organizim në shenjë respekti për dëshmorët e kombit, për Vëllezrit Gorvalla, për Kadri Zekën, për Recep Malën, Nuhi Berishën, Zia Shemsiun e tjerë. Edhe ka fillu, do me thonë, në shenjë respekti për ata me disa aktivitete kulturore, ma herë që ka ndodhë, edhe ka arë si proces edhe si, do me thonë, me bo një farë forme, mirë po jo sikur sot që është flaka e Januarit. Tash është diçka tjetër, është nda me shtylla, është arti skenik, arti pamor, është muzika, poezia, ka shumë gjona tjera që kanë mirë, po në atë kohë ka qenë kjo pjesa arti skenik edhe muzikës, edhe poezia. Dhe me thonë është fillu me këto gjona, mirë po vit pas viti ka artu e marrë atë formën. Fali vullnetit gjithë aty në njerëzve, se kanë qenë shumë njerëz që kanë punu, zguzoj me përmenem në aty, se kanë punu shumë njerëz në atë manifestim për me ardhë sot ku është. Edhe tash flaka e Januarit, do me thonë për shtyllën, për artin skenik, për talin e flakës, bara i ka ra gjithër drejtorit të teatrit me bë organizimin e kësaj ngjarje. E tash viteve të fundit ka ndryshu me ligjet, me rregulla, procedurat që vazhdojnë çdo vit të ndrohen. Tash bëhet thjerë publike, aplikojnë organizata jo qeveritare dhe marrin me organizu. Do me thonë edhe artin skenik, po dhe shtylla tjera. Këtë vit unë kam qenë pjesë e jurisë në këtë festival, që është edhe jo, do është me pranumit, po jo me dëshirë të madhe, me qenë pjesë, po duhet dikush me qenë nga njëra aty. Pse jo me dëshirë më të madhe? Po, ka qmime, në fund festivalit ndohen qmime, dikush mbetet pa qmime, mandej mund dikush me ka atër mbetje.